iku Kaçistan, iku Blushi, iku ajo gruaja tjetër, fizikantja. Nuk pati asnjë lloj reagimi. Hafizi, bravo. Nuk pati asnjë lloj reagimi. Pra, këta reagojnë në momentin kur ti shkarkon. Zoti Merkoçi, ka shanse që ky tjetë në skenari Ramës si e ka nxjerr për të parë sa do thith apo? Dgjoj, në këtë lloj lëvizjesh që bëhet, quajmë lëvizje, gjithmonë dalin pa edhe kundërshtarët. Dashje pa dashje dalin pa edhe kundërshtarët, dalin pa edhe ato që këta i quajnë miq. Dhe harrojnë një gjë kryesore, në politikë nuk ka mik. Të futesh në politikë dhe të dalësh nga politika me një apo dy mik është gjë shumë e madhe. Politika nuk ka miq. Nësa këta ecin me idenë se këta e ka mik. Nuk ka mik në politikë. Politika ka alternativë, kaos, rrugëzidhje, përballje. Je zoti të përballesh. Nuk je zoti përballesh në shtëpi. Nësa këta e quajnë miqësi, në momentin që ti i quan miqësi, ti tregon se nuk ke lidhje fare me politikën. Dhe ajo që kam thënë pastaj, që i mbetën prapë besnik dhe po ndodh në të gjithë krahët, ndodh që brezi 30 vjeçar është brezi që shkatron Shqipërinë dhe brezi që po shkatron Shqipërinë. Dhe Elisa është brezi 30 vjeçar. Mos harron. Tani do ta lidhem pak edhe me drejtësinë. Ju më thatë 3 grupe brenda PS-s. Njëra nga këta 3 grupe tani ka problemet me drejtësinë. Kemi pas kontrollet ditë e fundit. Sipas mediave përdosjen Balluku. Ndërkohë që prokurori çështjes edhe shefi i SPAK-ut sapo rikthyen nga Amerika u kryen këto kontrolle. Ju si shikoni, do ketë një riaktivizim, pra një rikthim në publik të kësaj çështje, ndoshta me akuzë të re për zonjën Balluku? E para që Balluku ka akuza, pafundme nuk ka nevojë. Kam fjalën për korrupsion këtu. Po pra për korrupsion po të flasim. Sepse janë rrugë të rame, tunelet, me... Po, deri tani është shkelja barazisë në tendera. Po, dgjoj. Në reforma drejtësi këtë solli, kur ne u ngritëm ku në kësaj reforme, unë personalisht paktën jam njeriu i vetëm për vite që ndenja i vetëm në atë kundërshti, të gjithë këta që flasin sot, kryesisht kanë qenë kundra me. Sot dalim, po me tezat që kam hedhur në atë kohë, dalin këta tani. Rasti më konkret është jam njeriu që kur këta votuan 140 veta kushtetutën, kanë dalë në media, qoftë me shkrim, kanë bërë shkrim, qoftë në rrjetet sociale, apo dhe në media vizive, kam dalë, dhe kam deklaruar, kam thënë faleminderit që na vendosën diktaturën. Atë kohë, kam pas reagim shumë të ashpër. Por, një nga pikat që ne kemi qenë në për seminare, ku këta vetë persona që sot dalin kundra apo ankohen, kanë qenë funksionar, shtetar. Një nga problemet ka qenë përdorimi i kafazit në sallë gjyqit. Po që është kthyer edhe tani. Tani po flasim gjithë. Në momentin që këtë e kemi ngritur, unë dhe Samir Visha, dhe kemi ngritur, unë e kam ngritur qoftë fillimisht si në mënyrë individuale, pastaj e ngritëm edhe si shoqata e avokatëve penalistë dhe Samir kryetari i shoqatës dhe e kemi ngritur këtë çështje në reformën në drejtësi. U hodh poshtë. Po nga këta. Nga këta. Po këta tashti që janë kohen për këtë gjë. Po tani janë kohen sepse u erdhi vetë aty, prandaj u futën vetë kafaz. Argumentat që ne kemi përdorur, po i përdorin këta tani. Dhe ne, si nismëtar, apo si ideator, apo si kërkues, ne nuk pyetemi fare. Ose nuk ka kurajë civilit që thotë që ore këtë e ka kërkuar shoqata, mos ta përmendin emrin tim, s'ka gale, as Samirit. Po thotë shoqata e avokatëve penalistë ka kërkuar gjatë reformës këtë. Dhe nuk u pranua. Siç janë bërë shumë kërkesa nga ana ime në reformë. Qoftë edhe për kushtetutën. Kur unë kam thënë që kjo është palavos kushtetutë dhe nuk është kushtetutë shqiptare. Por kanë dalë persona që kanë qenë edhe ministra në atë kohë, që e mbronin me pathos, dhe sot dalin kundra. Se kjo është paradoksi në Shqipëri. Në momentin që janë në pushtet,
në karrike veprojnë ashtu si që thot kryetari, jo partia, kryetari. Dhe në momentin kur ikin nga posti, fillojnë dhe shajnë, se këta as nuk din kritikojnë, këta vetëm shajnë. Shajnë dhe nxjerrin pastaj të palarët e njëri tjetrit. Mirë po Spaku, të kthehemi pak e Spaku. Spaku tani, për mua Spaku, unë kam qenë kundër kësaj reforme, Spaku po kthehet në ato që unë kam kërkuar kur u bë vitingu gjyqtarëve, unë kam thënë nuk mund të bëhet ky lloj vitingu në këtë lloj forme se duket si gjyq popullor. E kundërshtuan. Ishin po gjyqtarët që hodhën gjykat, ato që unë kërkova dhe pastaj gjykata e bëri. Por ky lloj veprimi tashmë po del edhe tek ish presidenti i Republikës. Si mundet një gjykat të marrë një vendim për të fut kamera dhe për ta bërë gjyq publik ish presidenti i Republikës? Po shëturshëm. Shëturshëm. Avokati dhe presidenti, ish presidenti mund ta kërkojë, po ti nuk mund ta bësh, sepse degradon shtetin. Thjesht degradon shtetin. Ju po thoni që për figurat shtetërore duhet kujdesemi. Po patjetër. Po nuk mund ta nxjerrësh ti ish presidentin me pranga e me kamera, e të maj fjalime, e të bëj retorika sepse ai kërkon ta kthejë në gjyq politik. Po si mundet ta degradosh vendin në këtë lloj gjëje? Si mund ta degradosh drejtësinë në këtë lloj gjëje? Po pse ti nuk je ngritur për ata njerëz të cilët gjykohen në kafaz për një cigare hashash? Dhe ti tashmë thua pse duhet të jem unë? Po ti e ke vendosur, ti e ke firmos, ti e ke bërë. Nuk e kam bërë unë. Por kjo gjykat, pavarësisht nga të gjithave, do të marrë dhe reputacionin qoftë gjykatës, qoftë prokurorisë, qoftë hetimit, qoftë gjykimit. Nuk mundet të bëhet gjyq publik, se ky quhet gjyq publik, të futen media të tjetë shohim, ç'a të shohim? Ç'a po dënon ti? Holokaustin po dënon ti? Nurembergun po dënon ti? Për krime lufte po i dënon ti këta? Zoti Merkoçi, për të rikthyer edhe një herë te çështja e Ballukut, nëse ju si mendoni, do ketë një shtyrje përpara se në fund të vitit të kaluar, opinioni publik 90% fliste që të paktën në opinionet, në daljet televizive, në banaqet mediatike që tani Spaku është një hap larg kryeministrit, janë ndërkombëtarët, amerikanët, presioni e të tjera, ndërkohë që kjo është fry e gjitha, edhe si duket dhe ndërkombëtarët amerikanët më shumë janë të interesuar për kartelet sesa për çështje tenderësh apo